shumë me rëndësi, mendoj është që kauza rrajshme ku deputet kanë refuzu pro verifikimin e mandateve të deputetëve, tash po dolin po thonë që do ta votojmë për. Pyetja është për ta, çka ka ndodhur dhe çka ka ndryshuar. Domthonë ka qenë një kauza rrajshme e tyre që kanë mbajtur peng Kuvendin e Republikës. E para, e dyta, Komisioni për verifikimin e mandateve të deputetëve nuk është për verifikimin e dhënës së dorëheqjeve të ministrave. Thonë ato dokumentat për dorëheqjen e kryeministrit, ato janë dokumente zyrtare publike që i keni pa dhe ju si media dhe i gjeni kudush. Do thotë ata e kanë ditë këtë fakt, por e kanë bërë si lojë deri më tash. E treta, nuk mund të thonë ka dhënë dorëheqje ministri ose ministria, për shkak se ju e dini që nuk mund me qëndru kur jep dorëheqje kryeministri, nuk ka mundësi ti me nejtë si ministri në detyrë. S'ka mundësi me thonë dikujna, kryeministri ka dhënë dorëheqje, po unë po du me mojt pozitën e ministrit. Prandaj është komplet absurde me kërku dorëheqjen e ministrave derisa kryeministri veç e ka deklaruar këtë, edhe këtu kanë qenë dokumente zyrtare. Kjo tregon që LDK-ja ka qenë komplet kauza rrajshme e tyre, edhe sipas kërkesës time që thash unë, ata kanë marrë pjesë në vjedhjen e votave, nëse dikush prej tyre ka pas qëllim ose me kontestu verifikimin e mandateve, kanë qenë plotësisht deputet të LDK-s, siç është mendoj në Arben Gashi që i kanë vjedh votat me post dhe e ka pru konstatimin e tyre që ata kanë probleme mes vete e që mendojnë e kanë vjedh edhe një mandat neve si lëvizje. Përfaqësues të vetëvendosjes takim konsultativ, ai ka ndërzuar ai dokumentin? Jo. Jo, s'është ai komision për atë punë. Ai është me verifikuar mandatin e deputetëve, jo të ministrave. Edhe prapë përsëris, ç'është ka mundësi? Është absurde me kërku dorëheqjen e ministrave kur thot kryeministri ka dhënë dorëheqje. Apo do ç'është më shmenejtë si ministri në detyrë se kryeministri ka thonë ka dorëheqje. Prandaj ka qenë kauza rrajshme, edhe më vjen shumë keq që ju kanë mojt tankët kohë në për studiot televizive duke arrejt qytetorin e Republikës që ka pas shkelje, e tash ka ndryshuar qëndrime apo thonë gjithçka është në rregull dhe do ta votojmë. Edhe ne kërkojmë vot unanime të gjithë deputetëve për verifikimin e mandateve. Po, mendoj që gjithë deputetët janë mendoj që tash ka më pajtueshmëri dhe ka shumë rëndësi kjo. Gjitha subjektet politike kanë deklaruar që tash ka unanimitet pro. Gjithë kanë votuar pro verifikimin të mandateve të deputetëve, po kjo çështje teknike dhe besoj që fillon tash shpejt me kryesuesit. Po Jo, për shkak se ju e dini na kena me në çet pikë. Kjo është pika që kemi me deri tash dhe besoj që kjo ka mbusir shumë shpejt. Kërkoj ndjes dësha për pritjen për juve, po megjithatë këtë kjo amulli dhe kjo mjegull që ju ka shit qytetarëve tash edhe përfshi dhe juve si media ka qenë pra një kauza rrajshme e deputetëve që kanë refuzuar mandatet e deputetëve në seancën e parafundit. Por ato është mendoj që një hap i radhës, por ato do ta shihni me kohë, por unë mendoj që për këtë pikë ju do të më pyesni ata çka kanë ndrru deri tash, për shkak se s'ka asnjë ndryshim, ju dini që na qëndrimet i kena prap të njëjta, çka kanë ndryshuar ata që kanë ndryshuar qëndrim, për shkak se vazhdon me qenë e njëjta situatë sikur ajo e 15 prill. Jo. Detaji shumë përmend specifike të protokollit, jo të diçka e re, jo të një dorëheqje e re, por të protokollit. Po thu për çfarë kanë mojta? Ramushi ku ka dhënë dorëheqje ka dol. Po jo, po është akt juridik, ti nëse me gojë thu në dorëheqjem, ajo është akt juridik edhe çfarë të përfundon. Ata janë të thonë ja ka hiç kjo letër çaty, s'ka dol atje një ministër se ka dorëzu, këtu në hajgore me fjalëve. Është të tregova, çështje mendoj kohësh, kryesuesi e thirr shpejt edhe mbledhet. Edhe na po presim. Besoj tash deklarimi i parlamentarit të lëvizjes. Jo, janë këtu për rreth procesi, diku janë, po më rëndësi që ka unanimitet, s'po janë të deklaruar ashtu, dhe mendoj që për juve si media është rëndësishme me kërku prej subjekteve pse keni mojt peng deri tash, nëse s'ka ndryshuar asgjë. Edhe tash po thonë që do ta votojmë për. Kjo është shumë e rëndësishme, se ju jeni këtu për shkak se ka mbet në pikën e parë të rëndit ditës ku vendi nuk po konstituohet ose s'po vazhdojnë në pikën e dytë të konstituimit për shkak se deputetët e opozitës nuk e kanë votuar. Tash ata do të deklaru çka ka ndryshuar. Nëse s'ka ndryshuar kur gjë, ju kanë vënë në lajthitje gjatë gjithë kohës juve dhe shtetërorëve. Ma thonë që po jena për me votu, cila u kon arsyeja? E tash ju bën atë pyetje për shkak se ata nuk kanë arsye. Përfaqësues
Sy çaj ka thonë. Po, juna, që i kena shpërfoq, për çto jena këtu, me shpërfoq ata që kanë rrejt dhe i tash. Qysh kanë rrejt dhe në shumë sene tjera? A është rëndësishme me kalu pyetje, kaq. Patjetër. Po na kena kërku këta, kena votu për. Po pse shton ti diskutime dhe ku kërkohet për një pajtor? Jo, Me kalu si pikë. për shkak se kuvendi, Vazhdoni të mkon me gjeti për një pajtor. jo, qëre, nëse s'ka kalu si vota, ti s'munësh me kalu në pikën e tjetër. Për shkak se ata kanë votu kundër, ka pos ma shumë kundër. Jam të pajtim, Et. se nuk punis. Je tash nisëm shpejt. Me kalu pikë tjetër. Se dëgjova pyetjen. A është ndryshimi për shkak që i kena përmend zgjedhjet këto, thashë edhe më herët. Ka mundësi që janë tutë. Ne trishtohen me zgjedhjeve se kopi ty në çes se kalojnë progun mo. Tash